krijimtari e Zotit të Madhërisëm, edhe ne si qytetar nuk jemi ndoshta shumë shpesh të vëmendshëm ndaj kujdesit ndaj saj, qoftë për natyrën, qoftë për krijesat që janë kafshë të egra në këtë rast. Është shumë kënaqësi me pas fotografin Arjan Mavriqi sot. Kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën tira. Arjan, duke di që jemi në muajin e Ramazanit, duke di që ju jeni agjërues, çysh është rutina juaj, është e njëjtë si gjatë muajit Ramazanit si në muajt e tjerë të vitit apo ka ndonjë ndryshim? Fillimisht e falenderojmë Allahun e lartë madhëruar që na ka mundësu me prit edhe një Ramazan. Pra është një mundësi e mirë e jonja për të agjëruar, po jo vetëm për të agjëruar duke larguar nga ushqimi dhe pija, po edhe nga gjëra tjera të cilat në përditshmëri pra ne bëjmë mëkate sepse jemi njerëz. Për mua agjërimi është veç një mundësi fantastike edhe për në terren për punën time sepse jam shumë lehtë. Natyrisht vlera për neve që ecim distancat gjata në kërkim të faunës së egër, kur konsumon ushqim e ke shumë vështirë për qenë realist, e kur ja agjërushëm je më lehtë, po e ke edhe mbështetjen e të Madhit Zot. Pra nuk është se një vështirësi përkundrazi një veç lehtësi, edhe kënaqem krejt, domon e shijoj çdo moment, qysh nga momenti kur zgjohem në mëngjes, sepse tash edhe është koha kur fillojnë të kthehen dhe zot shtektar i dëgjon ata tinguj. Nuk ngo për shkurr me ato pamje që vetëm këse krijimtaria Allahut që ka mujt diçka të tillë me kriju. Prandaj po është kënaqësi, është lehtësi, asnjëherë vështirësi. Po, ka është ky impresionim dhe kjo kënaqësi kaq e madhe për natyrën, a ka qenë gjithmonë pjesë e jotja? Unë jam rrit si fëmijë me pamje të këtyre pjesëtarëve të faunës, sepse në qytetin tim në Kamenis jemi të rrethuar me male, edhe kemi një lum që është i populluar me ujor. Pastaj si fëmijë jem në atë lum, jem larë thujse 3 muaj ditë gjatë kohës pushimeve dhe kam parë gjithmonë kafsh në këtë rast nga bota e shpendëve që të vinin në lum, merrnin ushqim, pastaj dërgojnë ushqimin në fole. Edhe më ka interesuar gjithmonë se çysh shkon ky proces. Për fat keq nuk kem pas dokumentar në gjuhën shqipe, krejt dokumentar kanë qenë të huaja dhe kam pas gjithmonë vlera të qef me pas një dokumentar timin që flas për rëndësinë e këtyre kafshëve në ekosisteme sepse Allah i ka kriju për një qëllim. E qëllimi është që për shembull miliarda shpend shtektar kalojnë mbi qiellin e këtij planeti çdo vit. Ata konsumojnë diku 500 deri në 600 milion ton insekte. Një buf konsumon diku me mira min apo brejtës brenda një viti. Një dallëndyshe konsumon diku 750 insekte brenda 24 ore. Pra, çka do të bënte njeri, po mos t'i kishte kriju Allahu këto specie për t'i eliminuar pastaj apo për ta mbajt kontroll popullatën e këtyre insekteve, zvaranikëve, brejtësve kështu me radhë. Pra kur e kupton rëndësinë e tyre në ekosisteme, kur e kupton se për çfarë janë krijuar, atëherë ty domosdoshmërisht ka më të bëjë me i dashur hala më shumë, me punu për to hala më shumë. Pra është thjesht një punë që e bëj me krejt kënaqësinë, edhe falenderoj Allahun që ma ka mësuar të jem prej atyre që përveç se i dokumentoj, po ashtu punojmë dhe t'i ruajmë ato. Shumë mirë, për shkak se sa morra informacione, do thot e kom pa që ju edhe dhia egër është një specie në zhdukje, edhe ju keni arrit domethënë me pas edhe fotografitë e saj. A ka qenë vështirë, a e ke ditë që është apo ka qenë diçka rastësishme? Po, ne kemi informacione, marrë informacione kogja shumë për ornitofaunën, duke komunikuar me ornitolog të ndryshëm, me iktiolog, me biolog, edhe me speleolog, po për ditur se a kemi edhe Mandej nëse mundesh këto me isqaru pak a shumë këto terminologji ose profesione. Po, speleolog për shkak janë është shkencë apo janë njerëz të cilët merren vetëm me studimin e shpellave, edhe ata e dinë që ka lakurish brenda shpellave. Ornitolog janë shkencë që merret me studimin e shpendëve. E kështu me radhë, biolog ju e dini, pra që është një përfshin diçka është një shkencë që përfshin pak më gjatë, domethënë, të gjitha këto i prek nga pak, po jo specifikisht për secilin. Pra duke komunikuar me këta njerëz që i gjejmë gjithandej ku mund të kuptojmë gjuhën e tyre, sepse e kuptojmë gjuhën
të gjithë thujse fshinjve në Ballkan dhe komunikojmë edhe me ata të cilët kanë kryer shkollë dikun më herët, sidomos me kroat. Me kroat kem pas shumë, po patjetër edhe me se shqiptar kemi ornitolog, kemi në Kosovë edhe kemi në Shqipëri, po është kënaqësi që kemi. Bile pse po e specifikoj me ornitolog sepse na kemi më shumë shpend. Prandaj dhe fokusi jonë është më shumë tek bota e shpendëve, por tek llojet e tyre. Prandaj dhe duke qenë se kemi ornitolog dhe komunikojmë me ta, por fokusi jonë ka qenë më shumë tek shpendet dhe po, do t'i pyesim për të marrë informacion, sepse ne jemi fotograf, dokumentues të egër, po që ana duhet ndihmë patjetër se po, ne nuk guxojmë bojmë bashkë çfarë dojmë. Apo kuptoni për shembull, nuk mundesh thuash, okej, unë më nësi pa adhuroj Allahun, po pa adhuroj në formën tem çish unë du me bo namazin, a ka ashtu s'ka. Edhe tek ne fotografër nuk mundemi me bo çfarë dojmë, kur dojmë, çish dojmë, me shku, me shqetësu, me shkatru ato habitate, me shqetësu në përfolje, pra ne është një varë kodi etike së dhe aty. Prandaj dhe komunikimi me këta njerëz, me këta shkencëtar t'i quaj shumë i rëndësishëm. Qysh duhet me vazhdu, do thotë kjo, nëse një specie si dhia e egër në këtë rast është në zhdukje, duhemi me rujt në çfarë formë ose si? Kjo vlera bëhet fillimisht me organizim të shtetit, pra nuk mundemi ne me veç sepse s'kemi autoritet mbi të gjitha, pra fillimisht e shohim gjendjen faktike reale në teren. Qysh e shohim më së miri duke i përdorur kamerat kurth, kamerat e fshehura, kamerat kurth nuk rrajnë. Nuk ju vendosni kamerën diku? E vendosni kamerën, pastaj shohim lëvizjet e kafshëve, përcjellje me dim numrin e tyre, llojen, çapo ndodhet, kështu me radhë. Ne nuk bazohemi në fjalë gjator ose gjator, dinë edhe me gënjë shpesh. Thonë që ka shumë, ka mjaft. Ne i themi jo, s'ka mjaft. Nuk është e vërtet, pra mos dilni, janë specie të rrezikuar në zhdukje, për shembull, cili është ai njeri në Kosovë sot që guxon me dalë me thonë, ka nga familja e macës egër, ka reçebull mjaftueshëm. Është specia më e kërcënuar për zhdukje. Nuk e di, ai kemi 2-3 individ këtë Kosovën. Edhe ata sipas gjithë asaj janë meshkuj, pra kush guxon me dalë me thonë që po, ai guxon, po nuk a din është absurde diçka e tillë. Pra duke parë gjendjen faktike në teren, në bashkëpunim Ministria e Ambientit dhe Planifikimit, Ministria e Pyetarisë dhe Bujqësisë, shoqata e gjatorëve, fotografët e jetës së egër, në këtë rast ne, dashamirë të organizatat kafshëve, për mbrojtjen e kafshëve që ka edhe tek ne, pra bëhet një grup edhe tregohet gjendja faktike në teren, mandej i bim disa konkludime e këtu mandej me rolin direkt si autoriteti më i lartë Ministria e Ambientit e Pyetarisë edhe Pyetarisë në këtë rast, edhe du të parë se ku du të intervenu më shumë, ku ma pak e kështu me radhë. Pra kjo duhet me një bashkëpunim të gjitha organeve. Pe kuptoj idenë, domethënë ju jeni dokumentuesi botës së egër, po ashtu ka vite që e keni një dokumentar, do thotë që besoj shumë që e keni ngrit shumë vetdijen sa i përket botës së egër në Kosovë. Edhe kisha desht me ditë tash jeni edhe në përpilim të librit tuaj sa i përket botës së egër, po ashtu puna juaj është transmetuar edhe në vende të ndryshme të botës nëpër ambasada shqiptare atje, ku do thotë është ngrit vetdia, njëkohësisht mendoj që është ngrit edhe niveli i vendit ton, në kuptimin që ne shumë shpesh ndoshta me tema që për vende tjera janë shumë bazike, ne i kemi rënë anash, mirë po, fatmirësisht ka dojë Zoti që kemi njerëz ju që merren me këtë çështje, po du me ditë ku është roli juaj në rastin se e kuptoj që ministria është përgjegjëse. Mirë po, a merren parasysh rekomandimet tuaja në ministri kur jepen këto për rreziqet për një specie të caktuar? Që për shembull konkretisht, ne ishim në takim me Ministrinë e Planifikimit të Ambientit dhe treguam shqetësimin ton për ligatinën e Hencit, sepse ligatina e Hencit është zona e vetme e mbrojtur e shpendëve ujor në Kosovë. Dhe ajo po degradohet, po shkatërrohet. Aty pra e morën përbazë ata shqetësimin ton me argumente, me fotografi, me video, me të tilla informacione që janë reale, po kjo nuk vetëm se vetëm çfarë bëjmë ne. Unë shkoj edhe nëpër shkolla, ligjeroj falas, pa ndonjë nevojë për të më pagu kërkush. E këtu kur roli jonë është vetëdijsimi, është me rëndësi të vetëdijsohen populli për rëndësinë e këtyre kafshëve në ekosisteme, sepse me shekuj janë transmetuar apo me dekada, them më mirë, janë transmetuar gabimisht informacione për shkak se duhet me i vra, kanë thonë, duhet me i ekzekutu, duhet me zonë me kurtha, për fat kesh dhe me eliminu sa më shumë për shembull disa specie si që janë ujku, macja egër.
thonë që ka 10 egra të mjaftueshëm, thonë që ka kaprolla, po këto nuk janë vërteta. Duhet me tregu realitetin apo faktet me i pru se qysh janë në realitet në teren. Pra ne jemi kjo çfarë bëjmë. Domethënë duke postu, duke tregu rëndësinë e tyre, pse janë kriju faktet në teren. Kjo qëllimi jonë mandej vjen deri tek vetëdijsimi i popullatës. Ku popullata vetëdisohet, mandej nuk ka nevojë me dal me përdor na xhoba, jo ne, se ne përdorim xhoba, por drejtorisë përkatëse, policia, këto gjykatat e kështu me radhë, sepse veç se populli është i vetëdijsuar. Nuk mundesh vlera me frigu popullin. S'mundesh bre me frigu, duhet me vetëdijsu. Ata duhet me kuptu që nuk bën me gju këto kafsh, sepse po shkojnë drejt zhdukjes, mandej ky është zinxhir kur shkojnë drejt zhdukjes e pson vetë edhe një rroca njerëzore për arsye më të sekura më herët. Por kjo është qëllimi jon, po gjithmonë deri në kufinit ku ne kemi të drejtë flasim, jo duke kaluar kompetencat tona apo për atë se çfarë mund kemi drejt flasim. Kthehemi prap te kjo frika që e përmendet dhe vazhdojmë me një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Arjane përmende frikën, edhe realisht mendoj që frika është baza që na si njerëz fillojmë me shkatru. Çka kemi përpara? Më ka bu shumë përshtypje, ju kom dëgjuar në një intervistë që keni thënë biles kur kemi qenë edhe ne dhe kemi përgatit storje bashkë me ju, ku thatë ujku nuk është i rrezikshëm për njeriu. Edhe realisht, me qenë të sinqert, ne jemi rrit me idenë që ujku është rrezik. A mundesh pak me na sqaru që këtë pjesë? Unë nuk di ndonjë rast që ka sulmu dikën ujku në Kosovë. Në teren ne jemi çdo ditë. Kam pa ujqër dhe ikim prej njerit s'mundesh me paramenu se sa. Domethënë ikin, asnjë kafsh nuk e don ballafashimin me njerëzit, sepse ne jemi ata që kemi shkuar në habitatet tyne, në terenet tyne. Ne jemi ata të cilët ja kemi shkatru habitatet, ne jemi ata të cilët kemi djeg ato pyje, ne jemi ata të cilët i kemi degraduar ato lumen, ne jemi ata të cilët po ndikojmë që ato të zhdukën. Pra, ata janë, janë në zort madh prej rrocës njerëzore, prej neve, prandaj e ik prej njerit, se për shkak që ty në kesh transmetimeve, ato janë vra mizorisht, janë përndjek, jo është marrë drejta me jetu normalisht në habitatet tyre. Prandaj,
me këto frikëra që i kanë, po ti imagjino vetë kur vjen njëri në këtë dynjë ke po shëtutin i fëmijë thon X e po të hançeni. Apo X më shkon malset me rujku. Imagjino çfarë frike, ju si psikolog e dini, çfarë frike pro i ndjell fëmijës qysh në fillimin e rritjeve të tij. E mos flas për raste tjera kur a mund thot vlera që nuk është e vërtet një gjysh e merr djalin për dorë ose mbesin si ta sheni qen drejt thot gjuje me diçka ose çyp. Domthon automatikisht ja jep ndjenjë fëmijës se ajo është një armik, dush me dëgju më një herë, me pasi diçka të rrezikshme, kjo është gabim. Nuk do të më mësu kështu fëmin. Përkundrazi do të më tregu që këtu e ka një rol, e ka një punë që janë sakrifikohen, a di çfarë vështirësi kanë për të kthyer nga shtektimet me mijëra kilometra nga kontinenti afrikan për të ardhur këtu. Shumica prej tyre nuk ja dalin. Vetëm 40% kthehen gjallë në vendin e origjinës. Për të shku për ti në zonë ato insekte, për t'i eliminu. Për çka? Për me na bo neve në jetë ma komode, sepse ndryshe, eliminimin e insekte ne duhet me bo me helme ndryshme, përdorimin e kemikalëve ndryshme. Pra, derisa nuk i kuptojnë një role, nuk i kemi punë mirë. Pse është situatë këtë tjetër në Hungari, kur shkon edhe sheh një kaprol vjen afër derës shtëpisë, një lepur i egër, një fazan, apo në Gjermani, apo në Zvicër, sepse kanë kuptuar që ato e meritojnë titli, ato janë të lira, ndërsa te ne me po një kaprol diku natyrë dush me dalë me festu, sepse janë krejt pak numër, ose një ujk, ose një reçebull, ose një arije kështu me radhë. Janë të friksuar, janë të merrum prej racës njerëzore. Ose që ke pas rastin kur ke Covidi, ku njerëz nuk dinin pse erdhën shumë afër zonave ku janë njerëz sepse ndiheshin të lira, pra kjo është një prej fakteve që ka qenë shumë e argumentuar tek ne. Më së miri ka qenë Covidi, pra kur ishte. Po du me përfshi pak pjesën e gjuetisë. Po. Cili është roli i gjuetisë? Do thot ne e dim që sidomos kurat e para luftës shumë është përdorur si mënyrë për si hobi, realisht ka funksionu. Po si qëndron puna me gjuetin? Gjuetia ka ardhur me ardhin e njerit në këtë botë. Domthonë do ta kuptojmë këto se unë jam diku te mesi, nuk them që gjahtarët janë kriminal krejt ose ndalën e krejt, jo, se me vetë ardhin e njerit në këtë botë ka ardhur gjuetia, por nuk i kemi kusht na për gjueti për momentin. Se kemi shkallë të lartë të rrezikshmërisë për shumë nga këto kafshë që zhduken. Prandaj themi keni kujdes. Ose s'paku vetë le të respektojnë ato ligje që vetë i kanë vendosur. Kur është afati i caktuar për me dalë me gjuhë, në dhjetor, në janar, edhe për ato kafshë që lejohet gjuetia. Pra këta po gjujnë, po vrasin kaprollin nuk lejohet më gjuhë. Okay. Po vrasin dhe negër, nuk lejohet më gjuhë, nasnjë habitat, nasnjë rast kur. Po vritet kusht tjetër, ariu, nuk lejohet vrasja ariu, është ndaluar. Në shumë raste ndalohet edhe ujku. Po që e dim ne dhe jemi të vetëdijshëm që në krejt botën ndodh nëse shumon me një numër jo të natyrë shumë disa prej kafshëve, atëherë dhe lejohet gjuetia, është normale bre. Pra ka numër sikur në Hungari 400.000 individ kaprollit janë atëherë edhe me dalë gjueti nuk bëhet bre kiameti se ka mjaft, po këtu nuk ka mjaft. Edhe ai që do të ka mjaft ai për Zotin ju gënjen. Gënjen paftyrësisht nuk ka, sepse unë jam gjallë në terren edhe di realitin, po pandaj nuk jemi vren kohën kur ne s'kemi çfarë të hajmë bre motër e nderuame, domethënë ka mjaftuar shumë me bollëk ushqim edhe po hudhën në mbeturina çdo ditë më shumë, pra kemi mjaftuar shumë, pra nuk kemi në atë kohën kur s'kem pas çka me hangur edhe tash duhet me dal me gjuhë diçka, aty e kuptoj sepse mbi të gjitha është njeri për me shpëtu, po kështu tash nuk është ai situatë. Edhe pra plus asaj me ligjin e gjuetisë edhe duhet mu ditë nëse nuk guxon as me i vra për shkak brenda ditës 10 lepuj ose 20 dera tegër. Është zaktuar edhe sa, domethënë, por nuk për fat keq momentalisht nuk respektohen këto. Po në përditshmërinë e juaj kur shkoni edhe mbani ligjërata me të rinj në për shkolla, sa i përket pjesës botës së egër. A çka vreni ose çka shihni tek a janë të informuar mjaftueshëm? Jo, çfarë kanë informata shumë pak se nuk kanë mësuar më shumë, nuk kanë pas ndonjë lanë As nuk ka diçka specifike. Po, specifike për shpend që po i cekjon, por që munden tash me mësu shumë çka, edhe kam pas që pyetjet e tyre janë shumë mira. Pra, njëtat pyetje i bojnë sikur jo, pra a duhet me qenë kaq agresiv ndaj ujqërve, ndaj kafshëve tjera të cilët
i kanë menduar apo kanë pas informacione krejt gabushme për to, ose neve na duhen, nuk e di sa emisione mi mbajt me ju për me tregu vetëm ndoshta për rolin e lejleku, se çfarë roli kryen në habitate ose të shqiponjave. A dini që ka lloj të shqiponjes që është shqiponja gjarpërngrënëse. Misioni i saj vetëm se eliminimi i gjarprinëve. Ka shqiponjë që quhet shqiponja mingrënëse. Misioni i saj eliminimi i gjarprinëve. Ka skiftera të cilët eliminojnë ditë dhe net zavranik ndryshëm, brejtës ndryshëm. Pra njerëz nuk i kanë ditur, kanë gjuhë edhe skiftera kanë vrarë. Pa kur mu ka ardhur për shembull një fotografi për një djalë që ka vrarë pubzën. Një lloj që përmendet në librin e shenjtë në Koranin familjar, thash pse e bën, thash për shef me po çu duket nga afër. A imagjinat domthon kur mandej i tregon që përmendet që ju ka dërguar juve duke e ditë rolin e juaj dhe atë dashurinë e madhe që e keni për këtë botë. A e ka dërguar për një map, për më ka menduar që ka bëu diçka mirë? Se ka ditë... A i mendon që po më ndihmon mu duke më ndihmuar se cili lloj është ai. Po nuk i ka kuptuar që e ka vrarë një zog që përmendet në librin e shenjtë në Kur'an fillimisht. Pastaj pubza si zog eliminon insektet më të rrezikshme nga lloji merimongave, kështu më të rrezikshme të mundshme që janë të rrezikshme edhe për tokat bujqësore, nganjëherë janë të rrezikshme ata insekte edhe për njeriu, sepse shumë prej tyre ka edhe që janë alergjik prej pickimit të insekteve, disa lloje të tyre. Pra nuk i din, po kur jam mëson, pastaj ndryshon situata kej tjetër, sepse duhet ta pranojmë se nuk kam pas shumë informacione, po që tash është një situatë tjetër, po kanë mundësi të marrë informacione mjaftueshëm, jo vetëm prej meje personalisht, po edhe prej shumë të tjerëve. Po, përveç dokumentarit që ju e keni edhe përmes cilit do të kontriboni në ngritjen e vetdijes shoqërisë në përgjithësi të gjitha moshave për këtë pjesë, ju gjithashtu edhe në profilin e juaj në rrjetet sociale postoni pothuajse çdo ditë vazhdimisht për aktivitetet tuaja, edhe shihet një aktivizim jo shumë i vogël në përditshmërinë e juaj në raport do thot në këtë gjendje. Si qëndroni në aspektin do thot të mbështetjes financiare, për shkak se çdo angazhim është punë edhe është motiv realisht, pavarësisht dëshirës madhe, tek e fundit e jemi njerëz që jetojmë dhe duhet me siguru një farë forme jetesën tonë. Angazhim po me ndihmë mbështetje për shtetit nuk kemi financiarisht. Është me shumica bon me buxhet personal, më shumti me ndihmë financiare nga ana bashkëdhetarëve. Dua të jem realist. Bashkëdhetarët janë kontribues më të mëdhenj edhe për mua që më kanë ndihmuar si në aspektin teknik, si në aspektin financiar, për sidomos për ushqimin e kozhëve të ndryshme, ushqimin e çemve ndacaki kështu me radhë, pra ata i kam shmon ka ndihmës. Por që shumë çka bëj edhe me vetë mjetet mia financiare, pse shumë zore kam ja dalë se nuk është lehtë se kur s'kem mbështetje apo projekt specifik për shtetit, nuk mundesh ti mia dalë. A keni provu? Kam provu disa herë, po edhe në takim kur ishim edhe ata e pranuan vetë që ka pas shumë neglizhencë për fat keq. Sa i përket mbrojtjes fillimisht tyre, interesimit për këto pasuri që i kemi në aspektin e rujtjes onit të faunës është më radhë, po që ndoshta do të ketë një ndryshim, jemi optimist në të ardhmen, mirë po ndihmës financiare nuk kam pas nga ana shtetit, po që kam, po them, ndihmës nga ana bashkëdhetarëve edhe disa kompanive vendore që funksionojnë tek ne. Arjan, më duket shumë e mirë për anës juaj që pjesën e besimit asnjëherë nuk e anashkaloni. Do thotë për shkak se ka njëherë njerëzit që kanë besim edhe shfaqin besimin e tyre jo gjithmonë mirëpriten. Mundë me mirëpritur nëse dikush tjetër, po e dim që është një pjesë tjetër që do të tenton me ataku. Çka e bën këtë qëndrim të juajin me qenë kaq stoik edhe mos më marr shumë me çka mendon dikush? Vetëm një i çmendur do të mendonte se do të shpëtoj nga fjalët e njerëzve për të gjykuar, për të paragjykuar kështu më radhë, por nuk ka mundësi me pështu, dush me kuptu profet i Allahut të konë Muhamedi alayhis salam, çfarë nuk e kanë paragjykuar, çfarë nuk e kanë shpivur, e kanë sulmuar edhe me gure kështu më radhë, por kush jemi ne të mos paragjykuemi, kush jemi ne mos flasim për neve, jo vetëm se profeti Muhammed, po të gjithë profetët që kanë kaluar mbi këto kanë përjetuar dhunë fizike, dhunë psiqike, çfarë nuk kanë përjetuar, po që kanë vazhduar misionin e tyre dhe ne nuk kuptojmë, mendojmë se do të shpëtojmë nga paragjykimet, po që e kemi ndërmendur me kur një jetë. Do kam ndërmend me unë për besimin tim që jam krenar deri në ditën e fundit të frymës time, për atë pse jam musliman, pse kam nevojë me uniu të turpnum, unë falem kudo që të më jepet mundësia, është toka e Zotit, pse do të më ruajtun e prej atij, po i bëj ibadet, adhurim të Madhit Zot që më ka obligu,
Nëse ti beson, bën e jetë, nëse jo, lemrat s'po ku mu, unë ndihem krenar me çdo shkronjë që ceket në librin e shenjtë Kur'anit familjar, në çdo shkronjë që flitet në hadithet autentike profetike. Jam krenar me krejt shpirtin tem. Jam krenar që sot agjerojmë me këtë mënyrë të agjerimit. Unë nuk kam pse të ndihem keq ose pse të ndalem përballë askujt. Na jemi këta që jemi. Musliman i kam pas babe, babgjyshe, stërgjysh. Jam stërnipi Mulla Hasan Masurisës, njëri prej projektuesve të avionit që e njeni krejt. Po ashtu gjyshi Mulla Muharremi ka qenë prej imamve në xhamin e fshatit Koretin. Të gjithë i kanë besimtar. Pse do të mundi kush me armë me më thonë, hajde tash ti në ramenime ku e diune, jo më na çta që jemi, kush doni bëni çfarë doni çani ka doni. Neve lëna rahat, edhe unë s'kam hoj prej kërkujt me unitur pnum. I nënshtrohem, e besoj Allahun, e besoj ditën e gjykimit. Çaja kibel është e jamja, s'kam hoj pas një kibel tjetër, edhe me këtë krenarin, me këtë shpirtin e them që po jam musliman dhe falem, agjeroj në mundësi të shkoj edhe në vizitë qabës së bekuar, ka që shkoj ku me të regu. Ky që jam bile vlera. Është interesant që ne si musliman praktikimin e fesë e gjemë shumë më mirë çuditërisht e do vende tjera, sepse ka mes shumë vende të botës e so prej shumë këtyre që thojnë që vendet që janë muslimane në shumë raste kam punu me ushtarë të këfurit Amerikan dhe të thonë ki kone namazit që apo që pse s'po falë që dëmonë përkundër ta përkujtojnë, nuk hajnë preparatije kur. Ju vjet turp. Bile kur kam kërku prej tyre me artë unë në iftar, beso që atë ditë kanë agjeru. Ushtarët e këforit Amerikan kanë agjeru për me respektu, për me nderu. Po këtu çfarë paragjykime në neve nuk na bëhen prej vetë vëllezërve tonë që thonë, bile disa prej tyre thonë se jemi musliman. Çfarë nuk na etiketojnë, çfarë nuk na thojnë, as kujt as gjë si bëjmë. Po të kishte qenë se ne dalim me deklarata vërtet rrezikshme, deklarata provokuese, atëherë vërtet e meritojmë. Por ku ka ma paftyrsi se ti e qet një ajet kuranor, mandej dalin dhe të gjykojnë, të shajnë, të vendojnë sikur arab, sikur mongolet, çfarë nuk na thonë, ndërsa po të njëjtit persona kur njët nuk kanë dalë me fol asnjëherë vetëm për krimet e kasapit Ballkanit në Kosovë. Kur njët nuk flasin edhe për skandalet që i bojnë ndoshta fe tjera që vetë komsi tjera flasin për x raste që ju i dini. Ndërsa kudo që flitet për islamin, për musliman, çfarë nuk. Po ti imagjino edhe për një postim që keni bërë ju si televizion për rëndësinë e mjekësisë profetike të hijamës, që as nuk është arabe, është kineze origjinën e ka dorën zemër. Çfarë nuk ju kanë thënë? Çfarë nuk ju kanë ofenduar? Nuk ju kanë gjykuar si arabe, po na bëni diçka aja s'ka lidhje me arab. Domthon, ose një postim që ka bën një zotëri atje dhe thot a mendoni se duhet kthehen numrat arab prap në Kosovë shojnë, ofendojnë çfarë, a nuk e din që ata numra veç janë në krejt botën. Po vetë se emni domthon që lidhet diçka me muslimonizëm, etiketojnë, e shojnë, e ofendojnë çfarë tjetër edhe pse as nuk e din origjinën, po sa motra e nderit apo që thon ka shami ose besime tjera kanë pas kush është marrë me to ndonjëherë, po i gjujnë apo jo etiketojnë apo i shohin vetëm se motrat muslimane. Pra kjo është ajo që ne e dim dhe jemi të vetëdijshëm që e bojnë eksaktësisht që Islami nuk e dojnë si fe, neve nuk na dojnë si musliman, po vallahi na çtu jem. S'kem ku me shku. Në vend tonin jemi, as nuk e kemi jetë me shku në Arabi, as në Kinë, kërkon çtu jemi. Na jemi musliman t'i veni, as nuk kemi nevojë me bu arab, as turk, as britanez, shqiptar jemi. Kush do beson çfarë dojnë, e ka të lirën drejtën e Zotit është i lirë, po që pasha Zotin pse falmi nuk na bën arab, as nuk na bën turk, ne jemi musliman. Që kjo është forma e faljes në këtë botën. Prandaj po kemi pas paragjykime, kemi pas etiketime, kemi pas sharje, por frymën e fundit inshallah na del shpirti duke qenë musliman. Kujt nuk i pengon, e din ku e ka derën. Realisht po, se me këto shkonin në Arabi, i përmend edhe pjesën e hijames, këtu në faqet e RTI-s, do më thonë vazhdimisht ka komente, po okej, për mënej është të drejtë se cilit mu shprej, po që vrehet kjo tendenca për me ullë ndikimin, është do më thonë shumë e dukshme.
po fatmirësisht ka dashur Zoti që na me pas figura që shenë ju në këtë rast, të cilët unë konsideroj që edhe rritin atë imazhin e muslimanëve në përgjithësi, të cilët janë praktikant në vendin tonë. Unë vlera vetëm kujdesem dhe lusë Allahun edhe nga këto. O Allah, më ruaj nga mëkatet, mos t'jem unë shembull i keq për tjetë me thonë çka po bën një musliman. Kjo është derti jam. Unë këtu e kam dertin tem, se çfarë thojnë, andalem unë nga namazi, nga agjerimi, nga lutjet e mia, nga predikim kur njët as nuk është tem diskutimi në familjen tem, domthon nuk as mu nuk mendohet çështja e besimit pse dikujt spikon nën. Allahu na rujt. Po unë çka e kam frikën e kam hallin, ne si besimtarë domthon a jemi duke shkuar në rrugën e dur, në binart e dur për të qenë Zoti i kënaqur me neve. Pasha Allahun nuk ka rëndësi hiç çfarë mendojnë tjerët. Valla billa, nëse jemi të kënaqur, nëse jemi në rrugën e duhur, apo nëse Allah është i kënaqur me neve, pasha Zotin gradualisht ta njerëzit kanë kuptuar që kanë gabu, na kanë paragjyku, po unë veç e kam frikën mos të jetë tepër vonë. Mund të jetë tepër vonë, sepse ata ndoshta veç janë në botën tjetër, kur njët mos të kenë frikë prej neve, ne nuk jemi as ekstremist, as nuk kanë frikë që as mos të kenë frikë që do të jemi dhon shumë kur njët. Let djegin ku me ditë sa Kurana bre, s'ka problem, se ka njerëz që kanë mojnë memori, edhe ne e dim disa kemi memorizu këgja shumë. As nuk e kemi nërmen, as kujt me i kërsnu pse bën budallakia të tilla, vallahi jo. Sune as një shkron su ka me... Po, që me kriju në zitje. Tendenca po s'kan mi arrit kur. Kur s'kan mi arrit se e ka mbrojt Zoti këtë vena, ka me mbrojt gjithmonë. S'kemi na nevojë më morë me njerëz të tillë hiç. Me asnjë ekstrem, në pavarësisht nga cila palë vjen. Arjan, unë të falenderoj shumë për kohën, për kontributin. Regjia më ka njoftuar që kohën veç se e kemi në përfundim. Kështu që shpresoj që kemi me pas në ndonjë rast tjetër se di që shumë çka për botën e egër ka mbet pa u fol. Faleminderit juve, kënaqësi gjithmonë që të jem pjesë e intervistave tuaja. Shumë faleminderit. Mirupafshim në episodin e radhës.